Kryetari i lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti ka ndarë një hartë elektorale pas certifikimit të zgjedhjeve parlamentare, duke e cilësuar si një udhërrëfyes për përgatitjet e zgjedhjeve lokale që do të mbahen në vjeshtën e këtij viti. Pas certifikimit të rezultatit të zgjedhjeve parlamentare, kështu duken renditjet dhe përqindjet e subjekteve nëpër komuna, hartë që duhet të na shërbejë edhe në përgatitjet për zgjedhjet lokale në vjesht, ka shkruar Kurti. Sipas tij, rezultatet e zgjedhjeve të 9 shkurtit nëpër komuna janë të rëndësishme për analizë dhe strategji në garën e ardhshme për pushtetin lokal. Në hartën e publikuar nga Kurti, lëvizja Vetëvendosje ka dalë para në 21 komuna, e ndjekur nga lista serbe në 10 komuna, PDK dhe AK kanë fituar secila nga 3 komuna. Pavarësisht këtij rezultati në zgjedhjet parlamentare, aktualisht LDK qeveris në 9 komuna, PDK në 8, AK në 5, lëvizja Vetëvendosje vetëm në 4 komuna. Nisma qeverisëse me Malishevën, ndërsa 11 komuna të tjera drejtuar nga partitë e komuniteteve pakicë. Publikimi i kësaj harte vjen si sinjal për një përgatitje më të organizuar të lëvizjes Vetëvendosje për zgjedhjet lokale, ku pritet një garë ashpër për pushtetin në nivel komunal.